Horoskopi ditor e hënë 23 shkurt 2026. Dashi, gjatë kësaj dite do të keni mundësinë ta jetoni me më shumë intensitet raportin në çift. Edhe lidhur me punën mund të ketë sqarime, por mund të përfshiheni edhe në bashkëpunime të reja. Është një fazë gjatë së cilës gjërat do të ecin përgjithsisht mirë. Demi, kjo ditë kërkon që të tregoheni më të kujdesshëm për shkak se mund të përballeni me ndonjë pengesë. Venusi dhe Saturni do të vendosin në vështirësi një lidhje të konfirmuar. Mund të përballeni me momente stresi për shkak të një lodhje psikofizike. Binjakët, kjo ditë do të jetë ideale për gjithë ata që duan sqarime lidhur me keqkuptimet e mundshme. Në jetën tuaj do të ketë kaos dhe probleme të cilat nuk varen vetëm prej jush. Përgjithsisht, ju i doni njerëzit që ja komplikojnë jetën ose ju krijojnë probleme. Jo më kot jeni të tërhequr nga persona të shenjës së peshqve dhe shigjetarit. Gaforia, do të nisë për ju një fazë rikuperimi nga kaosi i madh që keni kaluar. Mundohuni që të gjeni më shumë kohë për veten dhe të kujdeseni më shumë. Saturni dhe Marsi kanë ndikim të favorshëm në jetën tuaj. Mundohuni që të jeni të hapur dhe të lini rrugën e hapur ndaj personave të tjerë. Luani, vini nga ditë të mbushura me stres, kur e keni ngritur zërin për çdo gjë. Mirëpo, kjo ditë do të sjellë përmirësimin e situatës. Megjithatë, duhet të bëni kujdes me kokforcinë e cila mund të shkaktojë tensione të kota. Virgjëresha, jeni natyrë shumë pasionante dhe krijuese dhe në të njëjtën kohë të jetë kritik me veten dhe të tjerët, por edhe perfeksionist të pashërueshëm. Në këtë fazë do të jeni të dominuar nga romanticizmi dhe një pasion i shfrenuar. Bëni kujdes të mos ngatëroheni me emocione të reja. Peshorja, nëse keni përjetuar një krizë në çift së fundmi, ka ardhur momenti që duhet ta kaloni. Ndoshta është dikush që ka nevojë për sqarim. Pas një jave të ngarkuar në punë dhe familje, fundjava do të sjellë rikuperim. Po ashtu do të ketë diskutime dhe situata që duhen kaluar. Akrepi, hëna në shenjën tuaj do të bëjë të ndiheni më mirë. Mundohuni të rikuperoni një raport në krizë. Çiftet që kanë kohë bashkë do të përfshihen nga një periudhë mërzitje, ndaj duhet të bëre pamundura që kjo gjë të shmanget. Ndërkohë, çështjet urgjente duhen trajtuar menjëherë. Shigjetari, kalimi i tranziti Marsi do t'ju ndihmojë që të sheshoni disa polemika të kohëve të fundit, sidomos në punë. Nga ana tjetër do t'jeni shumë simpatik dhe të sjellshëm para syve të tjerëve. Briciapi, ndikimi i kundërt i hënës dhe Marsit do të bëjë të jeni të xheloz dhe as pak të besueshëm. Mundohuni që para se të thini akuza të flisni me sinqeritet. Ujori, si të mos mjaftonte ndikimi negativ i Venusit në shenjë, bashkohet edhe Urani, duke komplikuar seriozisht jetën tuaj sentimentale. Mundohuni që të mbani situatën nën kontroll dhe të menaxhoni situatat e xhelozisë. Peshqit, nuk ka asnjë dyshim, kjo është dita juaj. Ndikimi i hënës dhe Marsit do të bëjë që të jeni të jetë sensual. E keni vetë në dorë se si të orientoni sharmin tuaj.